Federata Shqiptare e Futbollit përmbylli me sukses kursin UEFA B, të zhvilluar në qytetin e Elbasanit, ku certifikuan 10 trajnerë të ri, mes tyre futbollist aktiv dhe ish futbollist të njohur. Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit përfituan njohuri të thelluara si në aspektin teorik, ashtu edhe në atë praktik, duke u përgatitur në mënyrë profesionale për sfidat e trajningut modern. Në ceremoninë e shpërndarjes së licencave dhe certifikatave ishin të pranishëm koordinatori për çështje teknike nga zyra e presidentit të FSHF-s, Abdyl Kuriu, koordinatori dhe lektori i kurseve në FSHF, Alban Tafaj, si dhe kryetari i shoqatës rajonale të Elbasanit, Ilirian File. Për zonën e Elbasanit, ky ishte kursi i dytë UEFA B, një mundësi shumë e vlefshme për zhvillimin profesional të trajnerëve të rinj. Ardhëm në momentin përfundimtar të diplomimit të gjithë kandidatëve dhe kursantëve të UEFA B. Vazhdon projekti i Federatës Shqiptare e Futbollit, ku licenca shkon tek trajneri, jo trajneri tek licenca, dhe në projektin ton të gjithë zonave që mbulojmë me UEFA B, është kursi i dytë që zhvillohet i këtij niveli. Ishin përfaqësues të klubeve, trajner gjatë në terren, por dhe futbollista profesionistë të cilët do t'i shërbej me përfundimin e karrierës futbollistike, do t'i shërbej në vazhdimsinë e tyre për të ndjekur rrugën e bukur dhe të rëndësishme të trajnimit. Vetë kursantët, tashmë të pajisur me licencën UEFA B, theksuan rëndësinë e këtij formimi për të ardhmen e tyre në futboll, duke vlerësuar lart cilësinë e organizimit dhe profesionalizmin e stafit drejtues. Ky kurs na shërbeu shumë, sepse morëm shumë njohuri dhe të gjithë profesorët ishin shumë të përgatitur dhe me nivel. Dhe kjo ishte një gjë shumë e mirë për ne, sepse na mundson që të marrim njohuri sa më shumë dhe t'i kemi sa më të qartë ato njohuri. Dhe falenderojmë Federatën Shqiptare të Futbollit, i cili na mundsoi këtë kurs, dhe zyrën rajonale të Elbasanit, që bëri të mundur që ky kurs të zhvillohej në Elbasan. Është eksperiencë mjaft e vështirë për të ardhmen, pasi ne jemi njerëz të sportit dhe të futbollit, gjithë jetën tonë kemi përkushtuar këtij sporti dhe patjetër që është shumë i nevojshëm ky kualifikim që na mundsua edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, që ishte edhe më pranë nesh, si jemi akoma lojtar aktiv të Elbasanit dhe ishte në në Elbasan, kështu që besoj do na shërbej shumë në të ardhmen. Prej vitesh, Federata Shqiptare e Futbollit vjon të dëshmojë përkushtim të jashtëzakonshëm në zhvillimin e brezit të ri të trajnerëve, duke organizuar kurse cilësore në të gjithë vendin dhe duke kontribuar ndjeshëm në rritjen e standardeve të futbollit shqiptar.